tani masën për Odin, së është qikë vështirë për Odin, nuk e di pse. Ka o për të mëdhenj fare, o për të vegjël fare. E na duhet diçka e mesme. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Si që pat, ne dje ishim tek Sinsay dhe tek Waikiki, por nuk ju tregova qa bleva dje, sepse kur erdhëm në shtëpi, morëm pak me sistemimin e shtëpis, bona darkën dhe më erdhën njerëz. Dhe nuk mund të leja njerëzit dhe të filloja të merja me vlogun. Dhe thash, po ashtu po erdhje për nesër. E nesër mja erdhi dhe para se të harroj pastaj të u tregoj, thash, po ja u tregoj, sepse ka dhe gjona të bukura këtu, që unë nuk mund të rritot pa u tregu. Si fillim, hapim të çantën e Waikikit. Waikiki kishte marrë goxha gjona për dimër, po me sa vuna re, kishte ardhe një si tip furnizimi me këto robat pak pranverore dhe më duk pak e çuditshme se jemi në janar, por që kishin fillu këto robat i qik si më të holla, më me ngjyra verore. Po në përgjithësi tema tek dyqanet që kemi qenë këto ditë të fundit është Shë Valentini. Normale, sepse ajo është festa më e afërt që do vi. Si fillim, i mora këto tutat, çunit. I kam shumë qejf te grinë e errët, sepse kombinohet shumë me çdo lloj ngjyre, me çdo lloj modeli bluzeje, dhe sidomos këto që kanë dhe xhepa, dhe kryesorja është që kanë dhe push. Nuk është se kanë ndonjë push kush e di se ça, po unë kam filluar çunit po i vesh edhe tuta të holla poshtë dhe një palë tjera të trasha sipër, sepse këto ditë ka bërë goxha ftohtë dhe nuk ma man ta lej vetëm me një palë tuta. I mora kështu të thjeshta, pas një detaj, pas e gjë që ta kombinoj me kollaj, dhe këto ishin me jashtë mase ulje. Do me thënë, dikur pas kanë qenë 6.000 lek, tani janë bo 3.500, po kanë qenë akoma më shumë. Nuk e ashtu se më prish çmimi, sa hap dot, nuk e kontrolloj dot, por që do ketë qenë më shumë se 6.000 lek. Unë i mora për 3.500 lek, gjithë të tuta, ha shpirt. Luti fani? Jo, mami, jo. Jo, mami, shko shqip makinat aty. Të lutem! Okej, shko nuk e divani, se dhe mami, shko nuk e divani. Kjo ishte blerja e parë. Vazhdojmë me të dytën, që është një fustan për mu. Në fakt, to i pakesi dhe mi ka sugjeru shumë këto për shtazani, sepse janë të holla, do të thonë, kuptimin nuk është ai leshi i tepruar, leshi shumë i trashë, nuk del me marr frym, nuk del me lëviz, që unë urrej atë leshin ashtu, por kjo ishte shumë e butë, elastike, ishte masa M, por që ishte oversize, ishte e madhe, dhe e di që do më ri shumë mirë, ngjyra është shumë e bukur, ka edhe këtë detajin kështu si me riga, si me vija, dhe është, nuk mund të them i gjatë deri te fundi këmbëve, po pak duhet dali. Vetëm e pjesë themës duhet dali. Tani kjo nuk e di pse së pas ka etiketën, po e di shumë mirë, më shumë mirë, që bonte 9.900 lekë, se më tha, kesi shifa më ka tha sa i lirë. Por që nuk e di pse kishte goxha ulje, pra ne po them, ishte pak e çuditshme për mua kjo situata, sepse është shumë herët që të bëhen ulje tek rrobat e dimrit dhe të fillojnë pranverës, por që kishte, kështu që shkoni në rast se doni të bleni diçka. I mora edhe këtë gjon kaq të bukur për Odin, nga këto si tip kështu jumpsuitash të trash, me qa është ki me arush. Ka këtë kapuçin që ndatë që heq, ndatë që len, është kështu me kopsa. Është i gjatë. Isha atë mi vi mirë, unë e mora për 5 vjeç, po jo, për 4 vjeç që ka kjo, 3-4 vjeç, po isha atë i vi se Odi dhe për 5 vjeç dhe ka raste si vin. Kjo nga çmimi që pas ka pas dikur, që po prap që ka qenë me ulje, ka qenë 13.000 lek, unë e mora 9.900 lek. Është super e plotë, super material dhe është shumë e bukur. Bile s'ka mundësi, nga që është veshje kështu e jashtme, nuk është e brendshme, ka mundësi ja vesh
tani për pak çunit se jemi të ftuar tek shtëpia e miqve tanë dhe mund t'ja vesh tjetër rehat. Ti që ka bledhe me një kostum çunit, po që s'ka këtu, ka bledhe mami një kostum çunit ke Waikiki, po pas ka arru me ma dhanë, ta ketë në shtëpia e vetë mami. I bleu hoodie, tuta dhe një par atlete. Atlete me pak qaf, por që nuk mi ka dhënë, i ka marrë aty ke shtëpia, se unë lej shumë rroba çunit të shtëpia të mami. Nëse, ka marrë dhe një set, më pëlqeu shumë për bebushin e vogël. Është set me sa pjesë do të jetë? Kjo me 3 pjesë. Ka këtë tutinën, një body dhe kapuçe. Më pashu po e hap që ta shohim një çik më mirë se si e ka modelin, si i ka ngjyrat, dizenjën. Ka këtë çantën e vet kështu gjatë, që mos t'i vin plurat. Dhe shikoni, shikoj pak sa i bukur është. Janë me kafshët e pyllit, me ngjyra shumë të ëmbla të bukura, dhe ja mora për 0 deri 1 muaj. Që ta ketë për ato ditët e para kismet Zotit. Është edhe me kështu që i kthe në formë dorezash dhe ka kushtu nga 13.000, 10.000 lekë edhe ky. Është një ide shumë e mirë për t'i bë dhurat dikujt, një mami që do bëhet të shpejti me beb, dhe me çmim fantastik. Domethënë më lirë se kaq vetëm të na i falin, domethënë. Një set me 3 pjesë, të jetë 10.000 lekë, për ndryshe vetëm ta i falin. Edhe t'ja vendos prap këtë, derisa t'i vi koha kismet që t'i laj. Këto ishin për sa i përket Waikikit që i kisha marrën. Tani kemi Sinsay. Edhe të Sinsay kishe shpinë të mira dhe mora fiksimi kohëve të fundit, totit. Jo kohëve të fundit, ka diku të 6-7 muaj, mos më shumë. Është SpongeBobi dhe qa pash me SpongeBob aty ja mora. Mora këtë bluzën që është për shtëpi, kështu bëj qell me gri me SpongeBobin, që kushtoj sa ka bë kjo? 4.000 lekë. Babia. Është shpirt. Se ti. Kjo ka bë 4.000 lekë, ta dini. 4.000 lekë. Nuk ka nevojë për atë. Ma je po. Veri më me ju t'jash. Prap SpongeBobi. SpongeBobi. Janë 4 palë mbathje me SpongeBobin. Është një vetëm me këtë. Gri me SpongeBobin. E verë me SpongeBobin. Edhe të verda fare. 4 palë, këto kushtun 7.500 lekë. Është olti. Prit mami? Është olti. 7.500 lekë. Me Mere. mami? Ti gëzosh. I mora dhe to xhinset me Spider-Manin. Është Edhe olti. një tjetër fiksim i Është vjetër i Odit. Odit. Tu mami, tu jetë, 1 minutë. Një fiksim tjetër i vjetër i Odit është Spider-Mani. Shihni sa të bukura janë. Janë pak të holla në fakt, janë kështu si për pranverë, po unë ja kam marrë për 5 vjeç edhe i vin. Këto nga 7.500 që kanë qenë, unë i mora 3.200. Gjinse 3.200 lekë edhe këto zënë se na i kanë falë. Apo s'na i kanë falë, i di me dhamë me lekët tona. Që janë shtrejt, që janë brapq. Edhe një palë, jo një palë, janë 3 palë çorape, çorape të bardha për Odin. I kam marrë pak të mëdhaja, numri 27-30. Jo s'janë më se Odi 28 është, në rregull jemi. Nëse, këto 3 palë bën 2.500 lekë dhe janë shumë material i mirë. Me mami? Është olti. Jo, kjo nuk është Odit, që mamit. Kam edhe i bluze për vete. Olti. Kësë mi olti. Një bluze e thjesht gri. Kështu që hapet. Që ka kushtu 9.900 lekë. O, sa liri pas kam blek të gjonë. Gjoj që pas ka kushtu më shumë sa i buke qofë. Shumë liri pas kam blek. Kishte ule, nuk e di pse. Nëse, të gjitha këto kanë shku diku ke 60.000 lekë këto që ju tregova. Tani ti sistemoj çik, ti veni për vene, ti fus me ila.
me këtë pamje nga veprat e artit të Odit, sepse djena e solli tabelën që ai vizaton këtu te dhoma ndenjes, e thash po e lëviz, është sigur që kur di nga Kopshi prap sot, atje do shkoj. Ju thash, ula këtu sepse sot ne ishim në një dyqan të ri që është hap në Shkozet, i cili është 1500 lekë çdo gjë. Se si e ka emrin, me thënë drejtën, kam shku 2 herë dhe nuk kam kuptu, por që e di që aty ka 1500 lekë çdo gjë dhe është ndryshe nga 1.3 euro që thjesht ka emrin 1.3 euro, po ndërkohë vetëm 1.3 euro s'është asgjë, se fillojnë mbi 3.000, 6.000, 7.000, 15.000, kam pa gjëra edhe 30.000 lekë aty. Kështu që kjo është me të vërtet 1500 lekë çdo gjë, madje ishte edhe një produkt që unë kam marrë këtu t'ja u tregoj, që bonte 1000 lekë. Do të thonë ka edhe gjëra akoma më të lira. Por që nuk gënjen që çdo gjë është 1500 lekë çdo gjë. Unë kam shkuar me të drejtën sot vetëm për ju, që t'ju tregoja një diçka të re që mund t'ja tap në Durrës ose se e di që ju i keni qef këto blerjet kështu në për këto dyqanet e reja, sidomos këto që janë me çmimet shumë të mira, dhe thash jam që jam, isha bashkë me mamin, kishim dalë në Shkozet se kishim 1-2 punë vogla dhe ndalum aty. Se duke qenë se herën e parë që shkova që beva goxha budalliqe, nuk ja u tregova se s'po filmoja ato ditë, thash po shkoj këtë vetëm për ju dhe kam marrë një qese me disa gjona që jo të gjitha mu donin, po hajt mo, sa për video më shumë. Kjo që t'ju tregoj tani është shumë e rëndësishme, mu donte, por thjesht nuk e kam shumë besën këtyre me këtë lloj çmimi, se normal është 1500 lekë dhe ka 10 copë mren dhe kuptova se sa kualiteti mirë do jetë, po me që mu donte dhe nuk do shkoja në supermarket vetëm, thash po e marr. Mora edhe një dosje e thjesht e bukur, më pëlqen shumë kjo ngjyra kështu që është si mente pastel, nuk e di si ta u shpjegoj, është shumë e bukur, sepse do vendos ekot e shtatzanis që kam tek ajo dosja tjetër, nuk më pëlqen shumë ajo ngjyra që ka ajo dosja, është kështu si një verdh e shplarë, nuk më pëlqen. Dhe mora këtë të ren, që është shumë elastiqe, edhe është shumë e mirë, është material i fortë, material i mirë. Mora një portofol lapsash, ngjyrash për Odin, sepse gjitha portofolat që kemi bërë deri më sot i kemi humb. Lesa me një makinë tjetër dhe kanë humb gjitha. Kjo, më thënë, 1500 lekë bëri kjo dhe 1500 lekë kjo tjetra, nuk është se janë set, pavarësisht se duken si set, po ishin veç e veç. Dhe kjo ka 10 lapsa të ndryshme dhe me prefsen e vet, me një dekor, me kapak. Dhe thash, ti marr një 2-3, ja vendos këtu, si vendos sa tjera me ngjyra dhe të lodhi. Ta kemi kështu për me vete kur dalin. Dhe i bleva dhe këte fletoren që të shkruaj, të pikturoj. Dhe ky ishte një produkti që u thash që bonte 1000 lekë. Domethënë nuk ishte 1500, ishte 1000. Është material shumë i mirë, është letra shumë e mirë. Është ato letra që kemi pas ne dikur që u bënin pa hile. Dhe ka këtë vijën e kuqe, e mani mend që kemi pas bo vijat e kuqe në shkollë, këtë nënvizimin këtu, zoti i madh, që më ka kujtu kjo fletorja. Dhe e mora kastile kështu me vija, sepse çuni nga që ka fillu shkruan, ai ka një vit e gjysmë, gati 2 vjet që shkruan, po që e ka praktikuar më shumë dhe edhe e shoh që ka qef të shkruaj. Dhe ja mora, ata kemi kështu për këtë çanta që dalin për me vete. Mora edhe këtë setin me letra për air fryerin. Sa copë ka mërën kjo? Nuk e tregon se sa copë ka mërën, por që duket që ka goxha. Këto i përdor shumë për air fryerin. Mora një set me thika. Nga pamja, këto thikat më duken të mira, sepse unë që se ka një gjë që kam me pakic këtu në shtëpi që më mungojnë, janë thikat. Unë nuk di dhe nuk du të përdor ato thikat e mëdhaja kur pres gjona. I kam më praktike këto mesatarat ose të voglat, dhe ato të madhe që i kam nuk i përdor fare dhe më kanë ngel që domethënë përdor vetëm 2-3 nga këto normalet, dhe si më kanë filluar të konsumohen dhe kam bezdi. Dhe thash, po ashtu po marr këtë setin se më duket çik si i mirë ky.
Tani se sa i mirë do jetë se janë 6 copë 1500 lek, unë nuk e di, po nga pamja ashtu duken. Duken si i qik profesionale. I mora Audit për herë të parë nga këto slime që lozin kalamajt, që ngjiten kështu nëpër dur, i futoj, ja bashkon këto kokra, to detajet, është me xixa, nuk e di e kuptoni që ka dhe xixa. Ka një shkëlqim shumë të bukur. Unë jam shumë kundra këtyre, sepse nuk është se është një lojë e bukur për të bo, mbledhin shumë pisliqe, nuk janë fare higjienike, plus kanë goxha kimikate, domethënë nëse ka lojra që unë urrej dhe siç po ja u them që deri më sot Audit s'ja kam bler asnjëherë, janë këto. Por që më bëni shumë përshtypje dhe thash po e marr një kod që ta hutoj, do lozi një 10 minutë që do t'ja hedh direkt. Që të shohë dhe ai të kënaqet dhe ai të shohë domethënë ndjesinë që t'jep kjo se e ka çik ndjesinë e bukur kjo. Tjetër mora këtë qiriun, që është kështu nga këto falsot, por që ngjante shumë i bukur dhe nuk e di pse mora vetëm një. Gabim kam bo që kam marrë vetëm një, të pakën kisha marrë 2, po nese se i marrë dhe herë tjetër. Shikoni sa i bukur është. Da vendos diku tek tavolina këtu, ose mbrapa tek e gatimit, nuk e di dhe shoh. Mora edhe këtë aromatizusin, sepse kam fillu të vendos aromatizus të tillë tek banjo, tualeti, dhe kam gjuar që këto aromatizusët janë i qik më natyral dhe më të mirë se sa këto tjerët me spocant. Nuk janë shumë të dënshëm, kjo thot që është natyral, nuk është se i besoj që është nga këto të mirët fare, por që nese. Dhe thot që qëndroka 7 javë. Oh. Ta shohim. As nuk e di fare me çfarë arome është, thjesht më pëlqeu ngjyra, më pëlqeu kjo lulja këtu mbrapa dhe e mora. Edhe një gjë tjetër që më mungon, nuk e di se ku i lej, ku i zhduk, janë pasqyrat e çantave, pasqyrat e vogla, dhe madje para 2-3 ditësh po i thoja mamit, si s'kam gjetë nga një nga këto pasqyrat e vogla praktike që të hapen, të mbyllen, sepse ato që janë gjithkohës të hapura, ato mbledhin si mikrobe, si pisliqe, kam shumë bezdi, dhe doja kështu si tip kapaku, të hapet dhe të mbyllet. Edhe këtë po i thoja mamit, si s'kam gjetë, mami thash, dhe më doli sot para syve, shikoni pak sa e bukur është shumë pranverore dhe verore, hapet kështu është si tip laptopi që hapet, me 2 pasqyra, dhe është shumë komode e vogël, ka stile për çantë. Ta fus direkt te çanta që unë përdor më shumë, çanta zez që e kam që e marr gjithandej, aty ta fus dhe e di që nuk do ta harroj. 2 produktet e fundit që kam marr janë këto 2 batanijet. Mora një për gocën, për Mevin, për gocën e motrës, me këto ngjyrat janë pak vjeshtore, më thënë të drejtën, por që prap janë shumë të bukura, është materiali shumë mirë dhe u habita, madje e pyeta dhe mamin, se më duken shumë të mira, por gjithsesi këto do shihen në momentin që do lahen, po edhe në rast se prishen, nuk na prish punë fare, se ja falim dikujt ose i hedhim, nuk e din, nuk të vrasin, ose 1500 lekë ka bën një. Dhe ishin në kastile për bebe. Mora këtë për gocën e motrës dhe këtë të bardhën për bebin që kam të barku. Se kam fillu sa e dalë marrë nga pak në i gjo kështu për bebin. E mora kështu të bardhë, thjesht, me këto kështu si tip gungash. Dhe më pëlqen shumë materiali që kanë, inshallah të rinë kështu. Inshallah nuk prishen. Këto ishin paka shumë gjëra që unë bleva, diku tek 19.000 lekë duket se kushtun. Mami bleu shumë, se unë dhe mami jemi qikëshu të smura për shopping. Ne dalim kot dhe përfundojmë duke ble shumë gjona. E kemi si terapi, e kemi si, nuk e di, si qetësim truri, qetësim nervash, si një kohë shumë e bukur që kalojmë, dhe sikur na mbush, na kënaq shumë fakti që blejmë, bëjmë shopping. Përgjithësi e kanë gjithë femrat këtë gjë, po unë dhe mami me kemi qik të kësume. Tani unë do mundohem t'i vendos në për vende këto, në për vendet e veta, dhe do bëj një gjë që besoj dhe ju e kam shpif duke bë këtë gjon. Por ka ardhur që unë duhet bëj një tiramisu.
më ka kërku prap Lori tiramisu dhe më thotë të drejtën ka një 2 java i shkreti që i ka ble ato produktet e tiramisus. Unë i kam vendosur në për sërtare dhe nuk e kam po thash të shkoj te shtëpia se kisha t'ju tregoja edhe ju këto që ju tregova, të filmoj pak sepse deri tani isha te mami. Edhe me që po shkoj në shtëpi thash t'i bëj Lori tiramisun. Kështu që po çom të sistemoj këto, të merrem me tiramisun dhe çofim çfarë mund bëjmë në gjë tjetër gjatë ditës sot.